Elbasani edhe pse fiton me vllaznin në arenën kombëtare humbet titullin kampion në Abiznet superiore. Pavarësisht pikëve të barabarta, 37 me Ignatian, në ndeshje direkte favorizohet skuadra rroguzhinase. Të gjitha emocionet e kësaj sfide erdhën drejt për drejt në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Në fakt, në pjesën e parë vllaznia ka qenë më kërkuese, ndërsa që në të 4 minutë, Janacek ka frenuar Bajramin, që ka goditur me kokë por pa rezultat. Elbasani ka patur momentin më të mirë në të 8 minutë, por nuk e ka shfrytzuar dhuratën e Kallakut. Brenda 1 minute, vllaznia afrohet 2 herë në portën verdhë blu, me Balan dhe Qaton, por Janacek pret. Sërish portieri çek i Elbasanit, del në panët e 16 minutë, teksa ka frenuar Murataj. Lukili provon në të 23 minutë dhe në të 36 minutë, ashtu sikurse kanë provuar dhe Bala e Murataj, por rezultati mbetet i pandryshuar. Luat dhe krijuar raste të pastra për shënim në të dyja portat, por si Diallo, ashtu dhe Kallaku nuk kanë shënjesër e dur dhe në përfundim të 45 minutave të para 0-0. Sa po nis pjesa e dytë, vllaznia kalon në avantazh me anë të Balait, që realizon golin e 14 të sezonit dhe është këpuca e artë e këtij sezoni në Abiznet superiore. Mirë po reagon Elbasani, që barazon në të 51 minutë me Lajthin në atë gol spektakolar. Sërish vepron kundër sulmi i Elbasanit, kur në të 64 minutë Ibrahim Abbas nuk e ka falur pasimin e gabuar të Krymit dhe 2-1. Diallo mund të kishte realizuar golin e tretë në të 73 minutë dhe në të 2 minutë shtesë, por përfundimisht 2-1 për Elbasanin, me ëndrrën e paralizuar për titullin e tretë kampion.